Pyetja është kjo, se erdhëm gjatë kësaj bisede krejt natyrshëm në pikën ku nuk e shmangim dot atë pyetje. Domethënë, folëm për teknologjinë, Viola tha që teknologjia në dorën e njerëzve të gabuar bëhet shumë e keqe. Nxorëm rastin e fuqisë nukleare, fuqisë bërthamore, që është nga kulmet e arritjeve teknologjike, dhe u rikthyem pas pak në histori për të parë trendet e luftës, lufta e parë, lufta e dytë, ndërkohë që në aktualitetin e sotëm situata, më duket mua, është shumë shqetësuese. Pra me veprimet e fundit të Amerikës mbi Venezuelë, në Groenland, që është përplasje brenda NATO-s, çështja e Groenlandit, nga disa entitete të rëndësishme. Tërheqja nga marrëveshje, nga 66 marrëveshje ndërkombëtare që na rikthen në fakt atë që bëri Adolf Hitleri në vitin 1936, që u tërhoq nga shumë traktate ndërkombëtare në atë kohë. Lufta mes Rusisë dhe Ukrainës. Dhe premtimet që ai bëri gjatë fushatës presidenciale që do ndalonte luftrat. Po tani po merret vetëm me Amerikën, me sa kupton. Nga ana tjetër është Kina dhe Tajvani, që dhe atje është një situatë nder. Kina ka bërë një stërvitje para vitit të ri, stërvitje që ka simuluar rrethimin e Tajvanit. Tani pyetja ime është, kur fillon lufta e tretë botërore? Ai drejt për drejtin dhe ti sikur ishte kur bëhet baklavaja, ka dalë. Është thjesht sepse kushtet duket sikur janë pjekur dhe vetëm kjo ka ngel. Apo ka nisur në fakt dhe ne nuk e kuptojmë se kur fillon ajo gjëja e madhe. Unë do ta nis me një premis. Është një autor që ka emrin Martin Van Creveld, është shumë i njohur në studimin e historisë ushtarake. Ka një libër i cili flet për luftën dhe analizon luftën nga parahistoria deri në ditët e sotme dhe praktikisht sipas disa matjeve që përmenden, pretendohet që njerëzimi ka kaluar periudha shumë të shkurtra kohe pa luftë, pa paqe, po themi. Paqe. Do thënë merreshin faza 3, 4, 5 vjet etj, 2, 3. Kaq, të vogla fare po themi. Të vogla fare. Natyrisht është një lloj tentative ose përpjekje për ta parë luftën si një fenomen global, për një fenomen shoqëror global. Por problemi që neve sot kemi është që se ajo teknologjia e famshme që thua ti e impakton shumë më tepër, ose më saktë përparimi teknologjik ka bërë të mundur që për afërsia e shoqërisë me konfliktin të bëhet pra të krijohet një lloj intimiteti. Tjetë shumë afër me konfliktin. Tjetë shumë afër. Tjetë konflikti tjetë shumë i lehtë. Në qoftë për tu perceptuar distanca mes distanca e njeriut me njeriut zakonshëm me teatrin e luftës është shumë e vogël sot. Po sepse në fakt e shohim çdo ditë me videot e Al Jazeera nga Gaza për shembull. Jo vetëm ajo. Pra nëse ti sot e ke shtëpinë në Lviv. Në Lviv, në Ukrainë, po. Në Ukrainë, pra në pjesën më perëndimore të Ukrainës. Që është në kufi me Hungarinë, më duket. Në kufi me Poloninë, me Hungarinë, me zona e Galicisë. Rusia sot mund të godas me një raket Oreshnik me rezet mesme. Ose me raketa me rezet gjatë. Pra, problemi qëndron këtu, nëse në luftën e parë botërore ti jetoje në jugun e Francës. Dhe atje në Verdun për shembull. Atje në Verdun bëheshe nami. Ti nuk s'kishe lidhje, ishe në plazh. Po i ka qenë, është një autor, s'po e mbaj mend emrin, por ai ka bërë një nga të paktat punime për luftën e parë botërore në Shqipëri dhe po tentonte, kishte tentuar të gjente memorje nga lufta e parë botërore në Shqipëri, sidomos në zonën e Vjosës, ku ka qenë edhe pak a shumë kufiri ndarës mes frontit, mes austriakëve dhe italianëve. Dhe nuk ishte gjetur memorje të gjalla, pra bëhet fjalë të 100 vjet më pas, por ishte futur një punë arkivore dhe praktikisht ai shpjegonte që e vetmja zonë që ishte impaktuar në mënyrë drejt për drejt nga lufta ishte zona e Mallakastrës. Pra zona e Vjosës. Po. Dhe praktikisht lufta s'kishte pas ndonjë impakt në prapatok. Pra fjala vjen në Shkodër apo në vende të tjera.
Dhe ndërkohë që me luftën e dytë botërore praktikisht zona e frontit bëhet më e gjerë. Avancimi bëhet më i gjerë, teknologjia bën të mundur që ti të ndjesh peshën e luftës nëpërmjet një bombardimi apo një bombardimi me aviacion dhe aviacioni në luftën e dytë botërore për shembull është përdorur edhe për qëllime të natyrës ose për të thyer frontin e brendshëm. Pra shkoi bombardoi Berlinin ose ka ndonjë rëndësi strategjike, por për treguar ose është i famshëm bombardimi i Tokios nga nga generali Doolittle i aviacionit, i cili pastaj shkojnë deri në Tokyo e bombardojnë, nuk kanë karburant për të kthyer mbrapa në bazën nga e cila nisin dhe përfundojnë në Kinë. Me planim hidhen diku në veri të Kinës ku me parashut ku natyrisht i presin forcat nacionaliste, duke marrë një rrezik shumë të madh, nuk ishte e rëndësishme për të bombarduar Tokion. Si ishte front Tokyo. Por ideja është se si ti sjellësh atë eksperiencën e luftës ta çosh në shtëpinë në kryeqendrën e armikut. E tani që flasim me gjithë këtë panoramë shumë të bëra. Tani që flasim me këtë panoramë Venezuela, Groenlanda, një përplasje mundshme brenda NATO-s. Po, nuk një përplasje. Një Amerikë që duket se e ka të shmendur gjithë botën në fakt. Lufta botërore në sensin klasik është nuk më duket se është e mundur, sepse do të ishte një luftë një luftë e pamundur, por lufta rajonale është e mundur. Se është e pamundur ajo botërore sepse ajo shumë e lehtë. Jo, ajo është tmerrsisht e vështirë sepse do të implikonte përdorimin e armëve bërthamore që do pastaj do të çonte një shkatrim të ndërsjellët. Kjo është. Dhe gjëja tjetër se tani më kujtua nga Trump është edhe riaktivizimi i ç'ishte ai doktrina Monroe, Jo, kishte të bënte me terminali bërthamor në mos gaboj në Terma përpara pak kohësh. Termonuklear, armë termobarike, termobërthamore. Po nuk është problemi aty sepse sot ke shumë vende të cilat ke disa vende, jo shumë, të cilat posedojnë bombën, posedojnë armatim bërthamor, le të themi, dhe që ky armatim bërthamor sado i vogël që të jetë, impakti është shumë i madh. Pra ideja fundore është që nëse një vend ka kapacitet sado minimal bërthamor, kapaciteti bërë keq është shumë, ka një shprehje në Bibël më duket, le të vdesë Sansoni me gjithë filistejt. Sansoni futet në tempull. Sansoni ishte shumë i fortë në fakt. Dhe rrezon duket tempullin dhe brenda tempullit bien vriten të gjithë bashkë me filistejt. Dhe ose shpreha dy duar për një kokë. Dhe praktikisht ti mund të jesh një vend si Izraeli, që ka një kapacitet modest bërthamor dhe të mund të zhvillosh një konflikt bërthamor me Rusin, cila është ndofta vendi i dytë me numrin i pari me numër testatash bërthamore. Është i pari. Dhe të bësh të njëjtin dëm sikurse ose një njëjtin dëm siç mund të ta bëj mund ta bëj Shtetet Bashkuara Rusia, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Por çështja e luftave rajonale, cila është në pas luftës së dytë botërore, ajo që konsiderohet si rendi botëror, Kombet e Bashkuara etj. U krijuan pikërisht për të disiplinuar luftën. Pikërisht po. Pikërisht për disiplinuar dhe jo për ta disiplinuar në kuptimin e paqes globale. Po ku praktikisht ata që ishin fituesit e luftës vendosin një lloj rendi paqeje, i cili nuk është se përjashtonte luftën. Lufta ka ekzistuar gjithmonë, qofse ti shef në Kore, në Vietnam, në Afganistan, ka për shembull në Afrikën e viteve 70, fundi viteve 70, fillimin e viteve 80 ke goxha konflikte. Ke Angolën, Mozambikun, luftra civile, luftra ndërmjet shteteve, Etiopia me Somalin, e kështu me radhë. Pra konflikti gjithmonë ka qenë është i pranishëm. Duhet të kuptoj. Pra, një sekond. Por problemi është që ai rend i cili krijohet për ta disiplinuar luftën sot nuk është se nuk ekziston, po sot praktikisht po rikthehemi në një situatë tjetër ku nuk mjafton më rendi i krijuar nga Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky rendi për të disiplinuar luftën
përbëhet nga dy gjëra, nga NATO dhe nga OKB-ja. Duket se OKB-ja është totalisht jashtëloje, totalisht jo funksionale dhe duket se NATO do të përçahet me këtë që po bën Trumpi me Groenlandën. Pra po krijoni konflikt me një vend antar të NATO-s. Po praktikisht ti mendon që do të përçahet NATO, Danimarka do të vendoset në mbrojtje të territorit saj autonom? NATO-ja me që me ardhjen në pushtet të Trumpit ka përjetuar dhe përjeton kriza të vazhdueshme për shkak të pasigurisë dhe mënyrës se si duhet të trajtohet Aleanca e Atlantikut Veriut. Shtetet Bashkuara të Amerikës e mbështetën mbas fundit të luftës së dytë botërore, mbështetën se tush strategjinë e tyre në raport me Evropën, mbi dy shina, pra krijimin e Kombeve të Bashkuara që nuk ishte thjesht për Evropën, por dhe me krijimin e NATO-s. Kjo ka qenë pak a shumë strategjia dhe NATO-ja ka qenë dhe një instrument i cili e përjashtonte luftën mes dy vendeve që ishin antare, siç ishte Franca dhe Gjermania. Sot që flasim, rreziku është shumë i madh. Praktikisht nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosin të pushtojnë Groenlandën, fjala vjen, natyrisht që NATO-ja do të pushoj de facto dhe de jure se ekzistuar. De jure më saktë sepse de facto besoj që ka dyshime shumë të mëdha sot në mënyrën se si do të vepron të paktën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse i gjithë sistemi NATO-s mbështetet mbi Shtetet e Bashkuara, të cilat si vendi më i madh paguajnë 77% faktikisht. Kanë edhe mundsinë që të jenë arbitri. Sepse në të gjitha organizimet politike të pas luftës së dytë botërore, Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i kanë krijuar thjesht me qëllimin final të paqes, por edhe me qëllimin për të qenë arbitër. Absolutisht po. Për shembull, kur me që folën për Amerikën Latine, një nga problemet që ka pas Bashkimi Sovjetik kur janë krijuar Kombet e Bashkuara ishte disbalanca e antarëve, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin gjithë vendet e Amerikës Latine si antar të Kombeve të Bashkuara, të cilat i mbështesnin, po themi në vota, në rezolutat që parashtronin SBA-t, këto i jepnin votat. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pra nuk shkonin, pra shtetet nuk ishin të barabartë, por hynin si një blok politik. Dhe Bashkimit Sovjetik do i duhej gjithë vala postkoloniale. Dhe Bashkimit Sovjetik ju dha mundësia ose tentoi të merrte të fuste 16 republikat me vende si vende 16 republikat ishin në fakt pjesë përbërëse. E Bashkimi Sovjetik ti fuste me 16 shtete të ndryshme. Shtetet Bashkuara të Amerikës ju propozua që të fusnin ose 51 pastaj bëj çmenduria ajo, e kupton. Dhe duhet të them këtë që kanë qenë organizma të cilat kanë pas jo vetëm një qëllim mbajtjes paqes, por kanë pas një arbitër. Dhe në momentin që bie arbitri, bie dhe rëndësia e organizatës. Dhe bie dhe organizata. Bie dhe organizata në vetvete.